Çfarë bonin vaki para ca ditë, se muhabetin nxjerr muhabetin. Erdhi një vëlla më pyeti për një rast. Tha, a lejohet me ja bën një faturë dikujt, për i mall ai ta kthen mallin me i dhon lek dhe e merr faturën dhe çoki firma. Çfarë quhet kjo faktikisht? Çfarë quhet? Dhje, po e pastër fare. E thash valla, po s'lejohet kjo. S'lejohet, fetarisht nuk lejohet. Po mirë, ta e bën për çfarë faj komun. Po ti përderisa e kupto se çfarë do bë ky kafsha, nuk lejohet. Edhe i bona i pyeti këtij çunit, unë thash, o habibi, thash, për sa bëhet fjalë? Ta për 100.000 lekë. Për 100.000 lekë. Për 100 euro, për ato që se kuptojnë 100.000 lekë. Thash, subhanallah. Dhe ne ankohemi pse na vjedhin ata që janë mbi ne. Ankohemi ne. Po ky tipi që vjedh shefin apo pronarin apo firmën për 100.000 lekë, kthe me bë ministre, ta pus tigrin në 2 faqe. E lohanin. Edhe si ka ajo, çakallin. Ujku çakalli bonin nomin. Ti thuj inceratori, ky të ketë gjondore, ky e shet gjysmën e Shqipërisë në Itali, vëlla, pasha Allahun. Ju dha mundësia me vjedh firmën me 100.000 lekë boni, o vëlla. Po këto që na vjedhin neve nga kanë ardhur. Nga ky pra kanë ardhur, nga ky lloj modeli, edhe kanë ardhur të lart. Po pse me të ishte mbush Shqipëria me lajke dhe me evlia, do të vishin shejtan? Kema të kunu, ju alla alejkum. Si t'jeni o asjel Zotin mbi kokë. Nuk bën pa drejtësi Allahu. Allahu nuk bën pa drejtësi, pasha Allahun. Se këto nuk na kanë ardhur nga Marsi, as nga Jupiteri, as nga Merkuri, as nga Neptuni. Këto na kanë ardhur nga ne. Dikush për këtë, dikush për këtë, dikush për këtë, dikush interesi kësaj, interesi asaj. E ne, selam aleikum, aleikum selam, gjithë. Me vajosje.